أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm në këtë mejlis, në këtë tubim, fillimisht e falenderojmë Allahun për çdo të mirë, për çdo begati, për çdo dhunti me të cilën ai na gëzon. Dhe padyshim se sado që ta falenderojmë Allahun për të mirat me të cilat na gëzon, ky falënderim i yni do të jetë i mangët, edhe do të jetë i pakët, se Allahu meriton shumë më shumë të falenderohet, pasi që të mirat e tija, sa që do të mundohemi na t'i numrojmë, nuk do të arrijmë kur të rumbullaksojmë numrimin e tyre. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju mundoheni të numroni mirësitë e Zotit, nuk mund të arrini fundin e numrimit të tyre. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me cilën Allahu Dhu Gjelal e vullosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnikë të sinqert, dhe me gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tij deri në ditën e gjykimit. Si zakon i këtyre tubimeve është një këshill e shkurt për fillim, që pastaj nëse dikush ka të parashon ndonjë pyetje nga problemet që e prekupojnë gjatë ditës, javës, pyetje që ka të bën me vepër, pyetje që ka të bën me problem për ta zgjidhur. Jo thjesht pyetje me cilën don ta largon kurreshin e tij, apo thjesht të bën muhabet ode e të kalon kohën e mexhlisit, por pyetje për mësu diçka, pyetje e cila pastaj përgjigja e saj do t'i bën dobi dhe do të bëhet pjesë e jetës. Na kemi hyrë në muajin Shaban. E muaji Shaban është një muaj para muajit Ramazan. Edhe zakonisht ky muaj është muaj i përgatitjeve, është muaj i aftësimit, muaj i trajnimit për ta shfrytzuar Ramazanin si është më së miri. Andaj nuk ka mundësi njeriu me shfrytzu atë musafir të madh, atë mundësi të artë, atë derë të madhe të rahmetit Zotit muajin Ramazanit, nëse paraplakisht nuk e merr një vendim të guximshëm, një vendim të madh, një vendim jetësor. Ky vendim nuk pret vonim, ky vendim nuk lejon që të shtyhet për nesër. Ky vendim ka të bën me pendimin dhe kthimin tonë te Allahu subhanahu wa taala. Sepse njeriu si njeri nuk ka mundësi mos me gabu. Madje kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon se jo gabon, pa i shumë gabon. Dhe thot kullu bani Adem khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo njeri është gabimtar i madh. Dhe më i miri prej tyre është ai i cili pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Që do të thonë se sado që ti je i xhamis, sado që ti je i mësimeve, sado që ti je i angazhimeve fetare, përsëri ka mundësi me bo gabim, ka mundësi me bo gjuna, ka mundësi me rëshqit. E atëre çka duhet, çka kërkohet prej teje? Kërkohet ta fshinsh atë që e ke bo, ta kthesh fletën të pastër. E kjo nuk mundet me ndonë ndryshe përveç se me pendim, me kthim të Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu Dhu Gjelal u drejtohet njerëzve që duke ja tregu se dera e pendimit dhe dera e mëshirës është e madhe dhe ajo nuk mshelet, që njeriu mos me humb imitin dhe shpresën, sepse besimtari i mirëfillt nuk e humb kur shpresën në mëshirën e Zotit.
As nuk demoralizohet që të mendon se s'ka zgjidhje për hallet, telashet, problemet e tija. Dhe në këtë vendim, kur e vendos ta marrësh këtë vendim të madh, pendohesh nga e kaluara, e të bëhesh ndryshe për asaj që ke qenë, të bëhesh më i mirë, më i devotshëm, më i sjellshëm, më i moralshëm, më i dobishëm, kontribues më i madh për të mirën tënde, të familjes, së rrethit. Vjen shejtani dhe mundohet me të nalë. Dhe fillon me t'i kujtu të mirat që i ke bon. Pse të pendohesh ti? Ti falësh. Pse të pendohesh ti? Agjeron. Pse të pendohesh ti? Sjellësh mirë me nonën. Pse të pendohesh ti? Ke bo këtë vepër, atë vepër, ti numron edhe veprat më të vogla, të mira që i ke bo, ti kujton shejtanin. Pse vetëm me të largu nga pendimi. Me të mush mendja se me ty s'ka. Me të mush mendja se ti je më i miri i fytyrën e tokës. Dhe kjo është kurth e keqe e shejtanit, i cili e përdor me njeriu që është besimtar, i kryen disa obligime. Mirë po thamë se edhe që i kryen disa obligime, përsëri mundësia e gabimit të ai është evidente, është e pranishme. Kur ti të mushet zemra me iman, edhe ke kuptu se pa u kthit e Zoti, pa kërku pendim të ai, nuk mundesh mu bo më i mirë, atëre edhe e vendos që ti me bo këtë hap, e përdor kurthën e dytë, hilen e dytë. Fillon me të thonë se ti qatë shumë gjunahe ke bo, aq shumë gabime ke bo, aq thellë je zhyt në gjunahe, sa që ti nuk lanë kur gjonë. Pendimi jetë është i pavlerë, ti pa djava se pendosh. Ti qka s'ke bo, kush e konë ti, sa të qia ke bo ti, nuk ka pendim që të lanë ty, as vardari nuk lanë ty, themi na kënë shumë. E para ishte, ti të ke ymit të rejnëshëm, me punë të mira që i ke bo. Tani, mundot me ta humbë shpresën, ymitin të Allahu. Shikoni? Njerën me të ftoft, pastaj me të nxehtë. Aty t'jep ymit të rejnëshëm, që ti me të nalë për pendimit që është adhurimi madhë. Këtu, mundot me ta humbë krejt ymitin, që ti mos me thonë që, vallai, badjava që pendohem se, atë qia këmbo, atë zeza këmbo, që toka së man, nuk e di se si ka mundësi ky pendimi imi me mbla për këtë gjumave. Dhe këto e kemi pa tjetër ta kujtojmë atë që Allahu Dhu Gjelal e ka të regu në Kur'an, wala yaqnatu min rahmetillahi illa al-qawmu ad-dallun, se nga mshira Allahut e humb ymitin, shpresën vetëm ai i devijuari. Dhe nuk duhesh me leju mu demoralizu, se demoralizimi nuk është veti e besimtarit, por është veti e jo besimtarit. Wala ya'su an ruhillahi illa al-qawmul kafirun, se vetëm jo besimtarët demoralizohen dhe nuk kanë ymit dhe shpresë në përkrahjen dhe ndihmën e Allahut. E kështu ti si besimtar, kur e vendos të pendohesh, të lajsh të kaluarën tënde me pendim, atëherë fillon hapin e përgatitjes që me shku të Allahu subhanahu wa taala i përgatitur, ose me fillu Ramazanin me një zemër të pastër, me një mendje të shëndosh, dhe normalisht ajo ka me të një muti pasaj atë rahmet të Allahut, atë muaj të bereqeteve të Allahut, atë muaj të lloj-llojshmërisë të mirave të Zotit, ta shfrytëzosh në mënyrë maksimale, edhe atëherë për ty ka me qenë Ramazani tamam, del për Ramazanit i lanë për gjunaheve, do sikur që ka ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë i pa fat qoftë njeriu që e arrin Ramazanin edhe del për ti pa ju falë mëkate. Që do më thonë se Ramazani është mundësi e madhe e artë që njeriu me la të gjitha gjunat e veta dhe me u lirue nga zjarmi i xhenemit, si që ka në hadithin tjetër, inna lillahi fi kulli lejlitin utaqa'a minan nar, se çdo natë të Ramazanit Allahu njerëz të caktuar e vendos me liru nga zjarmi i xhenemit dhe ata me qenë banor të xhenetit. Dikush ka mundësi me thonë, po
pse me folë për pendimin, kur na nuk bëjmë dhe një gjuna. I them ati, po mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që ta mërmendja ati? Ishte njëri që bante gjuna, ishte njëri që gabonte, nuk ka gabime në jetën e ti, nuk ka gjunahe në jetën e ti. Mirë po, kur reshin që shtu, si kur se rrinë në atë që tash, bashkë, sahabët janë numëronin istighfarin dhe kërkimin e tawbes Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tek astaghfirullah wa atubu ilej. Një herë. Astaghfirullah wa atubu ilej. Kështu gjatë muhabetit, gjatë mezhlisit. Dhe gjatë ditës janë numëronin mbi 70 herë bënte tawba dhe istighfar. Transmetim tjetër që nëse ai kërkonte tawba dhe istighfar te Allahu 100 herë. Nëse ai sallallahu alaihi wasallam kështu krijonte raport të porullësisë, raport të manifestimit të nevojës së tij për Allahun, raport të manifestimit të varfënisë së tij karshi Allahut, fuqisë, dhuntive dhe të mirave të tija, çka na mbetet neve. Që dashje pa dash jeta, sidomos këtu në vendet tona, ta imponon gabimi, rrethi, mosha, shkolla, qarshia, puna, çdo angazhim që e kemi në jetë, domethënë ndikon që dikush për neve ta bën një gjuna. Lera që pastaj puna e gjunave që ndoshta i shpërfillin, nuk japim ndonjë vlerë të madhe, ato janë shumë më të rrezikshme se të mëdhojat. Se të mëdhojave të gjithë largohemi, të gjithë ikim, se i dim ato, e dim rrezikun e tyre. Ama janë ato të voglat që ti e thu, aj se s'ka gjapi kësaj. Është gjuna për e vogël, me namaz, dhe namazin tjetër e laj, me gjumon dhe gjumon tjetër e laj, me Ramazan dhe Ramazanin tjetër e laj. Mi për mu për këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më theke, iyakum wa muhaqqaratit dhunub. Rujuni shumë prej gjunaheve që ju i nënvlerësoni ata. Nuk i zini për asgjë. Edhe me fol me gjuhën e biznesit, kush është i suksesshëm në biznes, ai që harxhimet e vogla minimale i kontrollon. Ai që aty është ekonomist, ai fiton biznesin e vet. Edhe këtu në Shkupi kemi do njerëz tregtar të vjetër që janë të njohur për kursimin e harxhimeve të vogla, edhe ata pastaj janë për më të pasurve të në qarshi. Edhe gjunat janë njëtë, nëse ti mund ki sukses më i këtyre të voglave, me korë sukses ati, atër ki me shpëtu. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj vazhdoi dhe dha tregimin, dha shembullin. Se shembulli i gjunave të vogla ka sikur se shembulli një njerit, i cili ka shkuar në bjesh, ka dalë në mal, edhe ka mbledh krande. Nuk ka marrë drunj, nuk ka prej dhe më drut madhe, cungje, po ka marrë krane. Edhe një krane, dy krane, ka mbledh krane, ka bo një grumbull të madhë kraneve. Ato të vogla. Mirë për thot, ato krane kërë grumbullun edhe e zi zjarin. U bo zjari aq i madhë, sa që e pjeku bukun. Që e krane që ishte e pavlefshme, që ti e shkel, e then, lun me ten, nuk je vler, nuk je rëndësi. U bo një zjarë mi madhë që ti mundesh me te me gatu bukën, e mundesh me te dhe me kalu ditën edhe natën. Shënë punë të gjunave të vogla, ato grumlohen, janë të shpeshta. Shikimet e ndalume, ofendimet, nënçmimet, mendimet e këqija për njëri tjetrin, përgojimi më sklasin se përgojimi është për gjunave të mëdhoja, që fatkeqësisht të gjithë gjunave të mëdhoja kemi pak një farlloj hezitim, një farlloj ndalje, ama tek përgojimi ati rafal shkon muhabeti panal fatkeqësisht. Dhe nëse na pendojmë sinqerisht te Allahu dhe pastrojmë zemrën tonë me këtë pendim, atëherë mund ta presim Ramazanin që të mund ta kalojmë si është më mirë. Andaj kur e pyesin njërin prej ulemave të mëhershëm, thënë si e ndin ti veten me Allahun xhelal, se Allahu subhanahu wa taala me rahmetin e tij ja fa gjunat njeriut, ja pranon pendimin, ja shel dyert e hajrit, e ndihmon në udhëzim, e mbron nga devijimi.
Kjo rahmeti Allahut. Thot ki prej ulemave, thot ma shumë kisha pas qef me mlogarit Allahu se me mlogarit prindërit e mi. Se prindi si prind e don fëmin e vetë ma shumë ti. Edhe sikur se është e njohur, nëse bjerë mu sfidu e prindi a fëmija, zakonisht prindi e flion vetën për më rrët fëmin. Mirë, po këtë djetarë thot ma shumë do të kisha pas qef me mlogarit Allahu se sa me mlogarit prindërit. Edhe pse e kanë këtë mëshirë kaq të madhe prindërit, për sëri nuk do të ishin ashtë mëshirshëm sa do të ishte Allahu me ta. Dhe për këtë shkak duhet na vazhdimisht të drejtohemi Allahut edhe mos ikim prej tij. Se njeri kur gabon shpesh edhe dikush vazhdon me votë mirë, prej turpit dhe marrës ai mos e lidel përpara. Mirë, po te Allah është e kundërt. Sado që ti gabon, mos gabo me ik pi ti. Sado që ti gabon, mos gabo me ik pi ti. Sado që ti gabon, përsëri kthehu te ai. Edhe ç'a ndodh me atë Allahun dhul xhelal, kur ti i kthehesh atij, edhe pse ke dhon premtim me këthi. Ke dhon premtim se ke mu përmirësu, si e përmirësu. Ke dhon premtim se duhesh më i mirë, si e do më i mirë. Neve për shembull me fëmijët e tonë, nëse tje premtim ka me mësu në shkollë, e zë mëson një herë, e dy herë të herë, nervozosh edhe, paja dhez një shuplak, se ka lanë. Kështu sillemi na. Mirë po Allahu dhul xhelal, i cili shumë të mira na jep, edhe këtë mira që kemi pates mund me qenë, na sado që gabojmë, edhe sado që rëshqasim, edhe sado që e thejmë premtimin, ai përsëri në momenti kur na e vendosim me u pendue, ai nuk e dhënohet me neve. As nuk na bjerë shuplak, përkundazi ai gëzohet. Po 10 herë u pendove, 10 herë gabove, 10 herë u pendove, ai përsëri çdo herë që ti pendohesh e gëzohet. Edhe këtë ka tregu vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë Allahu afrahu bil abdi, Allahu më shumë i gëzohet pendimit të robit vet se sa njeriu, edhe kur ka sill shembull për me kuptue sa është i madh gëzimi i Allahut kur pendohet njeriu. Allahu më shumë i gëzohet pendimit të një njeriu se sa njeriu i cili kishte me vete deven, ku i kishte ushqimin dhe pijen e tij, edhe este me ten shkretin. Dhe në moment i iki devja prej dorës, edhe u largun shkretin. Vrapoj ki pas deves ta kap, ajo e shpejt humbi. Lyp, s'ka. Ec, i raskapitun, i lodhun, i zhegitun që themi na prej nxehtit, pa uj, pa buk. E gjen një pen të thatë midis shkretine, mshtetën te, edhe për të vdekjen. Thot, s'ka marova, shkretine e madhe, sahal, pa fund. Edhe i lodhën një ras kapitun, si u mshtet në atë trungu që ka met prej pemës, e zuri gjumi. Edhe pastaj, pas një kohë, kur zgjohet, a i mo të mendu se kjo është gjumi i fundit, edhe mo, Allahu e din as zgjohet, mo pikti gjumit ajo. Tamam kur ja apsyt, kur e shef devën të kryja. Sa gëzohet kë njeri, kjo është rinjallje, kjo është shpëtim, kjo është mjarë djeta përsëri. Gëzimi i ti është i papërshkrueshëm, shumë i madh. Aq sa gëzohet ky, aq më tepër Allahu gëzohet me besimtarin i cili bën gjuna dhe pastaj pendohet. Edhe kjo tregon do të atë që thash se na sado që gabojmë, sado që rrshqasim, sado që nuk duhet me ikë për Allahut. Përkundrazi gjëja që na gabojmë, duhet i drejtohemi Allahut. Të përulemi para Allahut, të përgjërohemi Allahut, të lusim Allahun, të përulemi ati, të manifestojmë nevojën tonë të madhe që kemi për te. Se ne kudo që shkojmë, kudo që gjindemi, çdo që bëjmë, nuk mund të kalojmë faktin se pa Allahun asgjë jemi. Se pa Allahun asgjë nuk vlejmë. Se pa Allahun nuk ka kuptim asgjë. Po valla. Na për këtë shkak
po mos kishte fakt për të cilin duhet të afrohemi Allahun përveç udhëzimit, do të na mjafton të ky fakt me pranua Allahun ditën dhe natën pa ndarë. Si jep kuptim jetës, e din qëllimin e jetës, e kupton edhe fatkeqësinë, e kupton edhe begatin dhe mirësinë, jep kuptim ndryshe për asaj që kuptojnë njerëzit. Dhe për këtë shkak, të nderuar vëllezër, pendimi është një derë e madhe e adhurimit, siç thotë Imam Kaimi rahimullahu taala, kërkohet për besimtarit në fillimin e udhëzimit, në mesin e tij dhe në fundin e tij. Nuk mund të them vallahi unë kam arrit një yakin edhe mos kam nevojë për të u bërë istighfar. Ka nevojë për në fillim të udhëzimit, kur kalon nga jeta e ignorancës në jetë islam. Ki nevojë në mes, se gabimet e shoqërojnë njeriu vazhdimisht. Dhe ki nevojë në fund, për shkak të mangësisë së veprave që mund t'i bën njeriu në jetën e tij. E lutim Allahun budirat të gjithëve na mundson një pendim të sinqert. Një pendim i cili na afron te Allahu dhe na bën dashur te Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht se tregimet e pendimit të njerëzve të devotshëm janë të shumta. Ka tregime të lloj-llojshme të njerëzve që kanë qenë kokë në punë të këqija, kokë në kriminalitet, kokë në përbuzje të mirave të Zotit, mirë po ka ardhur një moment i cili e ka ndryshuar tërësisht jetën e tij. Edhe për njerit më të keq, edhe më të rrezikshëm, e ka bën njerin më të mirë. Kjo të kaluarën po edhe sot, edhe këtu te na në Shkup, po edhe në vendet tona, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë kemi raste të shumt të njerëzve që kanë qenë, do thotë kur është përmend emri i tyre, janë trishtu njerëzit prej rrezikut që kanë paraqit ata. Edhe normalisht për shkak të krimeve, është një rast konkret për rasteve të një prej vëllezërve tonë në Shqipëri, dhe për shkak të krimeve që ka bërë kanë burgos me burg përjetshëm edhe shumë vjet më shumë se të përjetshëm. Mirë po atje takohet me besimtar devotshëm. Edhe ata fillojnë edhe komunikojnë me te, fillojnë edhe tregojnë simet e islamit, tregojnë pendimin, tregojnë xhenetin, tregojnë xhehenemin. Edhe dalë nga dalë, tash normalisht kur dënohesh me dënime të mëdha, zakonisht njeri e hub shpresën të njerëzit. Edhe atë i mshelen këtë dyert e dunjos. Ama kur takohesh me një besimtar të mirë, ta çel një derë tjetër. Një derë e cila edhe në burg jep kuptim tjetër jetës në burg. Se zakonisht burgu është azab edhe dënim për njerëzit. Ama për besimtarin e devotshëm, burgu shndrohet në vend të mëshirës, rahmetit të Allahut. Edhe kur e burgosin Ibn Taymija rahimullahu taala në kalan e Damaskut, Allahu e shiroft nga këta zullumçar e kriminal sa më shpejt. Ai nuk bengosej se ishte i burgosur. E thëjke, el mahbus men hubise qalbuhu anillah. I burgosun është ai që ka zemrën të burgosun nga Allahu. Më që s'ka komunikim zemrë ti me Allahun. Ai është i burgosun. Ama pse unë jam burg, a zemrën e kam tjetë me Allahun, kjo për mu nuk është burg. Edhe prej fjallëve që i ka thonë, me erdhë burgu shumë gjë e mirë. Sepse në gjatë angazhimeve të fetvave, davetit, e kisha lonë mazdore Kur'anin. E erdhë puna në burg, e tash ju kushtova Kur'anit. Edhe fillova tjetoj ma shumë me Kur'anin, edhe të thithi do me thanjet e mdha që i ngjall Kur'anin. Edhe filloj a i me shkujt këto përshtypje dhe këto do me thanjet të Kur'anit në letra. Pra më ndodhë, se ka kuptim tjetër, nuk s'ti intereson ku ka medale pi burgut, sa ka me tu, s'ka lidhe. Me nëzia e komunikim me Allahun, s'është burg ma, ka jetë vetën. Edhe kure panë ata që tentun të adenojnë me burg, sa i po knaqët aty, ja morën letrat.
selan me vazhduaj me shkruajt tefsirin e Kur'anit që përjetoj ka aty më burg. Për me ashtu dënimin, domethënë. Se njeri kur e don një sen, kur t'ja marrsh, ajo është dënim për te. Dhe Ibn Taymija rahimahullahu taala ishte i dhënë mas diturisë. Edhe kur ja morën lapsin edhe fletat, e çka filloi nuk u nal, filloi me shkruajt në mur. Edhe kjo është domosë njeriu vazhdimisht gjen zgjidhje. Edhe ky vllau jon në Shqipëri, kur u taku me këta, kur e kuptoi udhëzimin islamin, atëherë çka thoi kanë komunikim personal me të në telefon, ka thirrë disa herë për burgut, të këtash mos është më interesu sa vjet jam i dënuar. Mas jam udhëzuar edhe deri në fund jetës me Medbrok unë se kam gale. E kanë kuptuar çka do të thonë udhëzimi dhe çka do të thonë me pas zemrën në lidhje me Allahun subhanuhu wa taala. Jam burg, jam pas grillave, mirë po realisht jam i lirë, pse se zemra ime ka filluar të komunikon me Allahun dhe ka filluar të ketë kuptim jeta tek ai, edhe pse është domethënë prapa grillave, jeta dhe zemra e tij ka jetë, edhe jeta e tij ka kuptim, të cilën domethënë jeta dhe kuptim nuk mund ta ketë njeriu i cili nuk është domethënë i udhëzuar me fen Allahu subhanahu wa taala. E përmenda këtë shembullin e këtij vllaut, për me treguar dhe shembullin e Fudal ibn Iyadit rahimahullahu taala. Shumica e djemve të ri e njohin Fudal ibn Iyadin si njeri asket, njeri devotshëm, i cili adhuron të Allahun shumë Mekë dhe në Medinë, saqë Abdullah ibn Bareku e pat emërtuar si ja Abid al-Haramain, adhurues në dy vendet e shenjta. Atë shumë i dhan pas adhurime. Mirë po ky Bismillah. Mirë po ky ishte në kalumen emër trishtues. Për shembull na kur e përmendim sot Fudal ibn Iyadin, shumica jon automatikisht i zbutet zemra edhe e manifeston dashurinë dhe respektin për te. Pse se është simbol i njeriut asket, njeriut të devotshëm, njeriut i cili do të ka treguar edhe me vepra çka do të thonë zemra e lidh me Allahun subhanahu wa taala. Ky ka qenë hajn, rebel, cuk. Përpara, kur kanë udhëtuar njerëz ka pas rrugë të asfaltuar si tash, ata hajnat grup u kanë dalë njerëzve në prit rrugës, edhe u kanë vjedh pasurinë. S'ka pas edhe kartela, parë mi mojtë në bankë, edhe me ta marrë kartelën se ka kodin, ose edhe me marrë kodin ti e blokon pastaj, parët me veti. Altan, lira. E këta grupi këti kanë konë hajna, kanë dalë njerëzve në rrugë, u kanë dalë në prit edhe u kanë gavit pasurinë. Një ditë për ditëve, vjen ki Fudal ibn Iyadi para udhëzimit me grupin e vet, edhe do udhëtar janë nalë më një vend natën me kushu, edhe thëjnë runa zot. Me në dalë Fudali, Allah me këna punë, sa ta hajna të rrezikshëm, grupi rrezikshëm. Dhe ky është ka hipër mi murë, mu përgadit me i sulmu ata dhe me plaçkit. Njoni për tim është shumë me falë namaz natë, ibadet me bo, dhe lexon nga Kurani. Mes tjerave lexon ajeti kuranor, elem ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq. Ajet shumë, këtë ajet Allah të janë shumë domethënës, mirë po ky ka një ndikim çant emocional. A nuk ka ardhur koha? Elem ya'ni lil ladhina amanu, a nuk ka ardhur koha për ata që besojnë Allahun, an yakhsha qulubuhum li dhikrillah, tu përulen zemrat kur përmendet Allahu, wa ma nazala min al haqq, edhe asaj të vërtetës që ka zbrit Allahu. Ky ajet depërtoi në thellësitë e zemrës së tij, si i gjeta. Edhe normalisht në Kur'anin gjuhën arabe e kupton domethënien. Ai na kur e lexojmë, për shkak kur lexojmë hafizllarët e ton, Allahu i rujt i dhash mira me zot bukur Kur'an, na hiç pa e kuptuar domethënien, po na dridhen zemrat, e po na lutojnë sy. Prandaj e ka kuptuar. A nuk ka koha për ty o njeri besimtar që dridhet zemra jote kur përmendet Allahu dhe kur të tregohet e vërteta që ka zbrit ai? E dridhi Fudal ibn Iyadi. Shok. Unal. Po çam të bëna. Ai fal namaz, adhuron Allahun, unë mundohna me plaçkit atë. Tha,
bela kat ana an yakhsha qalbi li dhikrillah, tha po, erdh koha që zemra ime ti për ulet dhe të fregohet nga përmendja Allahut. Edhe për ati momentit e la adetin e ti të keq, e praktisi hajnin dhe e vendosi me qenë rob i sinqert, i devotshëm i Allahut dhul xhelal. E pas asaj, tash fjalët e tia, porositë e tia, këshillat e tia janë shumë. Momenti kur ai është pendu, nuk ka një ria, e ka në vesh në mosh. Mirë po, bereqeti i këshillave dhe porosijave të tia, kush e njeh për neve ose ka ndëgju si emën, mendon se ai 70 vjet ka qenë i udhëzuar. Realisht ai ka qenë më pak i udhëzuar, më pak ka jetu i udhëzuar se sa i pa udhëzuar. Ama me udhëzim jeta e besimtarit ka bereqet. Fjala e tij ka bereqet. Puna e tij ka bereqet. Andaj e njohim na Fudail ibn Iyadin me fjalët e tij të mira edhe adhurimet e tij sinqerta shumë më shumë sa që e njohim na biografinë e tij ku ka qenë hajm. Edhe këtë tregim mos me pas tregua i vet se kishim marrë mend. Edhe kjo është rahmeti i Allahut, që të kaluamën këtë e fshin, edhe nga historia, edhe në kujtesën njerëzve mbetet vetëm se e mira. Për atë që kur mos e vono pendimin, kur mos e prolongo pendimin. Ktheu te Allahu sinqerisht, Allahu pastaj me rahmetin e vet të jep bereqet në fjalët e tuaja, në jetën tonë, në punët e tuaja, çuritesh edhe vet sa mirë është të ec, s'ki shumë dituri, s'ki shumë përvojë, s'ki shumë ndihmë, s'ki shumë përkrahje, mirë po, të ec puna mirë, pse pendimi jo te Allahu dhe lidhja e zemrës tonë me Allahun ishte ajo që i dha bereqet më të madh jetës tonë. Lutim Allahun dhul xhelal vazhdimisht që të na jep pendim të sinqert te Allahu, e të mundohemi të nënshtrohemi madhërisë Allahut, e të kërkojmë falje prej tij, ta kujtojmë atë vazhdimisht, sepse adhurimi, madhërimi dhe kujtimi Allahut dhul xhelal në adhurime që e ngjallin zemrën edhe japin kuptim jetës. Lutim Allahun që si na ka të bëjë në këto vende, Allahu na bashkoftë edhe në xhenet inshallah taala. Tash është pjesa e fundit, domethënë është pjesa me pyetje, nëse ka dikush me parashtu pyetje. Mos Allah shpërblet për këto këshilla. Kush do të parashtrojë pyetje do të mund. Mikrofoni është i hapur. Para se të filloj me pyetjet, nëse stati iniciativës pa të ndëshirë, do të na tregosh në një historie, në një insert interesant me Shej Albonin, pasi që veç më do të ke pasur privilegj tjesh, do të marrë dituri prej tij, në një më interesant pak, do të nëse ka mundësi. Momentet që kemi kaluar me Shej Albonin, rahmeti pas shpirti, Allah e shpëleft për kontributin e tij me të mirat e xhenetit, janë të lloj-llojshme, por ajo që duhet ta theksoj në këtë rast është do të na si student shqiptar që patëm shku në Jordani në vitet 90 të studojmë atje, patëm sukses që të marrim vëmendjen e hoxhës si student shqiptar, në kuptimin se ishte mosha mbi 80 vjeç. Në kohë kur kishte shumë projekte të mëdha të shkrimit të librave voluminoze, dhe duke pas parasysh se mosha e madhe, projektet e mëdha është shumë vështirë mi përfundu. Edhe maksimalisht e shfryzoi kohën në punë, edhe shumë pak kishte hapësirë për mysafir. Por neve elhamdulillah Allahut, duke qenë se ai vinte për këtyve tokave, për Shkodrë, edhe shqiptar, edhe na shqiptar, atëherë e shfryzojmë rastin që nëpërmes kësaj vije t'i marrim kohë, të cilën kohë nuk e jep këtë tjerëve. Kishte raste, i vishim mysafir për Amerike. Edhe kërkonin takim me shehun, mirë po ai ishte shumë i kujdesshëm këtë gjona. Nëse s'ka kohë, kërkoj ke falë dhe konsumimet panu se kam projekte e mia, angazhimet e mia. Nuk është sikur se jemi na sot kemi kohë bollë për çdo kënd. Neve
nuk na dhimbet koha, kemi kohë me harxhue sa dush. Kur vjen puna me bënë punë të hajrit në ibadet, atëherë e kemi vështirë. Ishte shumë i kujdesshëm për kohën, ishte shumë kooperac për kohën. Edhe për atë shkak ai vdiq dhe la pas veti 140 vepra. A një vepër e tij i ka për shembull 17 vëllime. Ose vepra tjetër ka 9 vëllime, tjetra i ka 15 vëllime. Kështu që çaj kooperaci për kohën la pas veti një pasuri shumë të madhe, të cilën sot bota islame në përgjithësi 1.600.700 milion musliman e shfrytëzojnë edhe fitojnë prej saj. Në kësi situate, kur ai vishte mysafir prej Amerike dhe s'kishte kohë për të dhe kem fal, po s'mund të pranu. Këtë situatë neve kur kërkoshim takim, elhamdulillah gjeshim derën qel, edhe unë i thosha personalisht hoç ke punu në gjuhën arabe do thot me dekada, me vite, tash ka shanse me punu për popullin shqiptar. Dhe elhamdulillah e shfrytëzoshmi si që me pas takim me të dhe me i majtë ata, sikurse edhe i kanë dëgjuar shumica e vëllezërve në internet, janë ato takimet, nuk janë shumëta, por janë elhamdulillah të bereqetshme, se nëpërmes atyre materialeve, pyetjeve dhe përgjigjeve, elhamdulillah u ndëgjua zani i tij, por edhe depërtoi do thot dëshira e tij edhe lufta e tij që bënte për ta përhapur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për të treguar se çka është hadithi i saktë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çka është hadith të cilin e kanë fut njerëzit domethënë pa e verifikuar mirë atë. Dhe këto takime kanë qenë do elhamdulillah shumëta dhe të bereqetshme që prej tyre na kemi fituar atë vullnetin për të mësuar diturin dhe pastaj për të promovuar atë në vendet tona. Ka momente të ndryshme, thashun shumë herë, po ajo që e kemi kuptuar prej tij është preciziteti. Edhe këtë thënë edhe ulema të tjerë, zotën ai si fëmijë është rrit me zanatin e saatxhiut. Edhe ashtu sikurse saati është një maqinë shumë precize, edhe shumë interesante në formën e funksionimit të tij, ashtu edhe Sheh Albani, domethënë duke e pas atë zanat, e shndroi në precizitet edhe në punën e tij të hadithit, po edhe në jetën e tij. Edhe kjo vërej atë edhe në takimet me të, edhe në fjalët e tija, për shembull shpesh ndodhke, dikush për neve thë hoxha kam një pyetje. Edhe parashtoj ke pyetje. Edhe jep ke përgjigje hoxha. Pastaj hoxha një pyetje, të thonë një pyetje e kam. Ajo që i pengoj ka ti me parashtupin e dytë, po me të regu se kur thuj kam pyetje, me qenë preciz në fjalë që i folë. Dhe atëhere kur kështu usil ke shekun me neve, na thëshim pse kaq edhe me insistu në këto detale se janë shumë të rëndësishme. Mi po tash na po bindemi se shumë fjalë që thuan sot po kryejnë rëmuj, po kryejnë turbullira, po kryejnë problemet më dha, pse se s'po kujdesemi për fjalën që e themi. S'pe menojmë mirë, s'pe përtypim mirë mendimin, s'pe i zgjedhim fjalë të mirë, e pastaj e hudhim fjalën, ajo fjalë boni tërmet. Shumë njerëz janë prek, shumë njerëz janë idhnu, shumë njerëz i kanë marrë qendrim, pse se fjalën që e kam thonë, se kam mendu mirë, se kam formulu mirë, se jam kujdes për te, si duhet. A fjala, jo rastisht, fjala është një gjë që ka përgjegjësi të madhe te Allahu Dhu Xhelal, ajo bëhet sebeb me hin xhenet dhe ajo bëhet sebeb me hin në xhehenem. Andaj edhe hyja në Islam është me fjalë. E thu shahadetin bosh musliman, se thu shahadetin si musliman. Andaj fjala ka përgjegjësi, edhe ka pesh, edhe ka rond. Andaj sot në sabah e tregum për shembull ndesin e radhës që kishim, hadithin e 212 me radhë në Riyadus Salihin, musliman është ai që nga gjuha dhe dora e tij janë rahat musliman. Dhe parashikohet pyetja pse ka përmend gjuhën para dorës. Kjo është për ata që janë konë sabah sot ndërës. Mi a dhonë një mundësi, faktisht me përfitue. Se ndikimi, gjurmët që i lënë fjala, edhe përfshiren që e ka fjala shumë e madhe se dora. Shembull me dorë, mund është mi po dam ati që ki afër. Ama ai që është larg 100 metra për teti se në mrit me dorë.
E mos flasim ma që është me kilometra larg. Ama me gjuhë, vallaj, në tja 10.000 kilometra larg, ti mund është me dëmtu me gjuhë. Ti me dorë mund është me dëmtu atë që është gjallë. Ama të vdekurin që është në vartë, se në dëmton me dorë. Ama me gjuhë, jetë gjallin për dhe të vdekurin e dëmton. Në domi, i gjuhës është i madhe, ashtu sikur se edhe dobia, prej gjuhës është e madhe, sepse disa fjalë të vogla të numëruara kanë peshë madhe të Allahu, sa që e rëndojnë kantarit, si shka në hadithin e njohur, 2 fjalë të leta në gjuhë, dashna të Allahu, të rëndan kantar, subhanallahu bihamdi, subhanallahu alazim. Edhe për këtë shkak, një për mësimeve dhe më thonë që e kemi përfitu, që t'jemi preciz në fjalë që i themi, dhe pastaj është dëshmu nga praktika, këtë mësim që kemi marë, s'ka pas mundësi askush me nxjerr për fjalëve tona skandale, gafe. Gjë njeri ka mundësi me po skandale dhe gafe. Se kur flasish, edhe flet shpesh, edhe shumë, mund është me po nej gaf, ose nej gabim, lapsus lingua që dhe këta, nej gabim gjuhësor. Mirë po, nëse kemi parasysh atë insistim, precizitet, atë të fol lirisht, kërkush nuk mundet me gjetë gabim, edhe kërkush nuk mundet me ta zonë pasaj atë fjalë, me ta keq përdor, që me, do më dhonë, u mundu e me të nënshmu me te, ose me nëzirë bishta se i fjalë, si kur se ka ndodhë me disa hoxhallar në përmes disa gazetave dhe portaleve të ndryshme. Kjo është e përket, do më thonë, momenteve me Shekh Albani, rahimullahu ta'ala. Allah shkulleft. Vesh një hoxhat në dhe. Selamun alaikum. Kisha pas dëshirë një pyetje asimin prag të Ramazanit, përpos që e dim që gjatë muajit Ramazanit është shto dhe me thonë agjerimi edhe namazit taravis, cilat janë veprat që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka praktiku gjatë këtij muaji, domethënë veprat më. Po. Pyetje shumë më vend dhe shumë e rëndësishme, se njeriu kur e din se cila është vepra më e mirë, më e madhe, atë përgatitet me jetu me të. Muaj Ramazanit, përveç agjerimi që është adhurimi bazë, dhe taravis që është adhurimi veçantë, është leximi i Kuranit. Dhe të gjithna që tash duhet të trajnojmë vetveten të rim me Kur'an në dorë ma shumë, edhe ma gjatë. Edhe si lexim, edhe si kuptim dhe meditim. Dyjat. Dhe nëse fillojnë na me ndejt me Kur'anin ma gjatë, atër zemra jonë do të i afrohet Allahut ma shumë. Edhe kjo është argument për këtë fjallë e Uthmanit radhiyallahu anhu. Po të kishim zemrat e pastërta, nuk do të ngopeshin nga fjallë e Allahut. E kjo është fjallë shumë e rëndë për neve. Se nëse nas kemi sabër me ne gjatë me Kur'anin, që do me thonë se kemi zemrat e përlyme. S'po na lon ato lome me u kënaqsh me fjalët e Allahut dhul xhelal. E tash dikush nuk din edhe me lexu Kur'an bile. Çka ka me bëj? Me anis nesër me lexu Kur'an. Për një javë, një djalë normal, do më thonë, jo fëmijë, për një javë e kalon e lifin. Për 2 javë hin Kur'an. Kjo është lecia e Kur'anit. Inna yasarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Na kemi lethu Kur'anin për ta përmend, a ka kush e përmend atë? Dhe Kur'ani dhe leximi i Kur'anit është adhurimi më i madh përveç agjerimit dhe taravis që e bën besimtarit në Ramazan. Dhe për këtë çka ulemat, imamt e mëdhej, 19 muaj marrin ders, jo ka një ditë e njaftë, si që mojmë na, edhe xhamati priton me ardhë ders. Po, ka 5-6 derse, 10 derse në ditë i marrin, 19 muaj. Kur vike muaj Ramazanit, e lishin dersin krejt, pse? Tash s'është vakti dersit, është vakti Kur'anit. E dikush ka me thonë mirë, po të ne ndryshe, të ne në Ramazan ka shumë derse. Po se në xhamati, veç në Ramazan vjen xhamia, si mos ta këshillosh edhe në Ramazan, ku ki me këshilluar. Po për me tregu se çka është adhurimi më i mirë. Edhe Imam Maliku konkretisht thoike,
Dhe 11 muaj I kemi për ders, në Ramazan s'ka më ders, ka veç Kur'an. Kjo është adhurimi më I madh që na duhet përgatitemi të kalojmë orë, çastet plota me të. Normalisht se na ndihmon këtë nëse në taravi ka xhamia që imami e fal taravin me hatme. Ajo të ndihmon me kalu më shumë çaste me Kur'an. Që e fal taravin për çdo natë edhe fund Ramazanit e bën një hatme me imamin. Ama është mjaft kjo jo. Vazhdon ti me lezimin tanë të veçantë Kur'anit, e I bën një hatme, apo 2, apo 3, apo 4, apo 5, sa të munësh. Edhe pse me thonë të ne mi bo për një muj 5-6 hatme është pak shumë, në një me mujtë mesos jemi në kali që themi edhe. Po edhe këtu ka një send. Shembull është pak banal, po kanë herë veç. Nëse ti je tifoz I një ekipe, edhe fiton ekipa jote në kampionave, kampion evropian, kampion botnor, këtë kafës vaqet ka një pije. I gëzimi se fitoj ekipa jote. Kur të bësh hatme, ma shumë meriton me dhonë një dreke, një darke, me dhonë këtë kafës ka një pije, se ti dole fitimtar, fitove shumë. Fitove shumë, 114 sura, 600 kusur faqe, 6.000 kusur ajete. Ajo është një thesar I madh I sevapeve. Do shte me miliona sevape. Plus në Ramazan shumë fishohen miliarda sevape. Andaj, kur ta bësh ti hatme, atër dush me bo fest në shtëpinë tonë, gëzim. Si që kanë bo musliman sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë bo hatme Kur'anin, kanë bo gosti në shtëpi, edhe kanë bo dua pastaj që Allahu më dhon bereqet e më dhon të mira që kanë pas nevojë me bo dua ata. Dhe e dyta, mas Kur'anit, për veprave të mëdha, është zeqatja dhe sadakaja. Edhe kjo është adhurim, nuk është I veçantë për Ramazanin, mirë po, e ka atë veçorinë e tij në Ramazan. Dhe jo rastisht është puna e vlerës së dhënjes së iftarit. Pse se agjërimi për porosive të veta është me kuptua I pasuri çka hek I varfëni kur s'ka. Që ti tash për shembull bash e bë muhabet dje, domthon 8-20 minuta është iftari ditën e parë të Ramazanit, 2:43 minuta është imsaki ditën e parë të Ramazanit. I vjen dhe thot parafërsisht 18 saat agjërim. E 18 orë me ndejt pa ushqim për më është gjatë. Edhe këtë Ramazan e kemi edhe tjetrin kështu gjatë, pas e fillon këtu shkurtua, domthon qershore kënin ato. Edhe nxet s'ka dyshim se është zamet. Ama ta kujton se ka dikush gjatë tan vitit hemen se çashtu e ka. E tash kjo të shten ty me konsolidar me ata që s'kan, ti që kije. Edhe shtron iftar. Edhe pastaj të motivon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sevapi I iftarit është për tyje, edhe sevapin e tij e merr ti. Këtë agjërimin që ka buaj, e merr sevap për veti, plus ti merr sevapin e tij aq për shkak iftarit që ke dhënë. Edhe këtu është vlera e sadakas, jashtë e iftarit, përgjithësi domthon. Edhe normalisht jo rastisht uleman përgjithësi dhe besimtar janë mundu që zeqatin me dhon Ramazan për shkak të sevapeve që I merr besimtari në Ramazan për shkak të madhërimit të këtij muaji nga Allahu subhanahu wa taala. Këto janë dy adhurimet bazë që besimtari nëse kujdeset për to, atëherë fillon Ramazani me pas shijen e vet. Unë disa vite me radhë I tham 3 punë janë të rëndësishme në Ramazan me I bë, përveç agjërimit. Mundohet që taravin ta falish rregullisht, mos i ka asnjë taravi, se tash jo 8, jo 20, muhabeti bëhet, e as 8 as 20 s'po I falin. Në me fal me imamin për fillim deri në fund, desh 8, desh 20, kryesore mos me ik asnjë taravi, mos me ik leximi I Kuranit asnjë ditë, edhe mos me ik namazi sabat me xhamat asnjë ditë. Se namazi me xhamat është I vlefshëm edhe jashtë Ramazanit. Një vlerë ka, ama tash e ki malet. Se çosh syfir, këtë njerëz janë çut, edhe tash që mos ta falësh sabat në xhamat, zotën gjatë vitit rradhë ki që del sabat në xhami. Që bara Ramazan shfryzoi ndoshta të jetë si edukat dhe kulturë që edhe jashtë Ramazan me qenë
vizituesi xhamive. Pra këtë janë disa prej adhurimeve, normalisht aty istikfari, dhikri, duaja, që është adhurim gjithashtu shumë i madh, po këto dyja nëse i përmbahemi, besoj që e kuptojmë do të atë thelbin e muajit Ramazanit inshallah taala. Para kush në pyetje, shfrytëzoni rastin. Wa alaikum salam. Është tash më e dobishme për se marr tash Ramazan po thirrën ata që s'agjerojnë, më thonë, bilem mos na pengojnë gjatë agjerimit. Për shkak se në qytetin ku banojmë çdo herë ka faletin më shumë namazat të ndryshme. Me po thirrje publike që mos na pengojnë, mos na vështirësojnë agjerimin. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, sidomos në qytetet dhe vendet tona shqiptare ku fatkeqësisht vedia për respektimin e muajit Ramazanit është më e vogël. Edhe ato janë shumë vende, nuk janë pak fatkeqësisht. Kjo e pashon një dilemë tjetër. Edhe këtu duhet gjithna me dhonë përgjigje vetës tonë fillimisht, pastaj edhe tjerëve. Sa punojmë na me ata njerëz që nuk agjerojnë, që ti bëjmë bindun se duhet më agjeru. Jo të tash në prag të Ramazanit, edhe 3 javë veç vjen Ramazani, po gjatë tër vitit. Ata shkoa po shkon shumë shpejt, do thotë na qemi këto xhamati që njihemi që Ramazanit kalum, gjithë mendojmë se para 2 muaj, 3 muaj që Ramazani kalon. Askush për neve se përjeton se 11 muaj, 10 muaj e gjysë kanë shku, që 11 është të shku. Askush se shumë afër, jeta është dinamike, edhe Ramazani për na vjen shumë shpejt. Sa kemi punu nga Ramazani kalum, deri ky Ramazan, deri këtë Ramazan, që spaku një kojshi, ose një të afër, ose një që e njoh une, nëse s'ka agjëru, ta bindi që ta agjëroj. E kjo kërkon tamam projekt konkret. Vizita, literatur, ligjërata, debate, thirrje publike, fundit për shembull, njëra prej ideve që më lindi tash, si rezultat i pyetjes, i dimi në pavarësisht lokale që zakonisht edhe ditën Ramazan punojnë full, si themi na. Me shkue, me vizitue, me marrë një hoxh me veti pak si autoritet, e dikanë si ma plak, në intelektual, profesor, doktor që agjeron, në 3-4 veta me shkue në vizit, kina arë një kafe me të api. Kemi një tem, një hal me hap me ty, fundit tje vendosë, edhe me atë qërë temën, edhe me të regu se shenëtëria Ramazanit, respekti Ramazanit, fundit tje vendosë, nësë mundemi si me inspekcion, asë në më thonë, pushtet që mund me të mshelë dyqonin, ama ko është respekti i ndjenjave, të mushtërive, të që ke jashtë Ramazanit, ko është ndjenja e agjeruesve, ndjenja e besimtarve, shenëtëria e mujit, friga për Zotit, vdekja. Për shembull, mi vizitu një 10 lokale, 5 me që kështu, ne? Nëse s'kejtë s'përgjigjen, ndoshta një përgjigjen. Po dhe asë një nëse s'përgjigjen. Spaku t'je ki po se bepi. Edhe neve kjo na mungon. Guximi për ta thonë të vërtetën, për ta këshillu tjetrin me fjalë të urta, me fjalë të buta, me fjalë të zgjedhura. Edhe përderisa të tjerë s'kan turpiq, për shembull, na gjithë jemi dëshmitarë ai po del publikisht midis çarshie, midis korze. Po marshon për drejta abnormale. Që edhe te kafsht janë çuditshme, jo te njerëzit. Edhe ai s'më vjen marr aty. E ti me moj desh në çarshi për shembull, ose me shku me këshillu dikan, vallai, duhesh me menut 2 herë ata bëj apo mos ta bëj. Çka kanë më thonë njerëzit? Çka do të thonë? Unë jam të e thonë një fjalë që ai ka me pas fitim për asaj fillimisht. Pastaj në tjerë. Që është ide shumë me vend që domthon edhe pse pak vonë është ndoshta, ama që kjo mundet të realizohet. Ose variante e dytë, me bën një fletush të veçantë për ata që i majnë lokalet hap dhe publikisht e shkelin shenjtrinë e Ramazanit hanë dhe pinë, një fletush për ta dhe më shpëndon dyqan në dyqan, në kafiç, kafeteri, ndoshta bëhet sebeb ajo, domethënë indirekt edhe këshillohen ose e marrin pak më seriozisht. E treta është hutbet e hoxhallarëve në për xhumaja, sidomos duke afruar Ramazani, me këshillue me fjalë të urta përsëri, me fjalë të buta, me këshilla, me porosi, me dua që Allahu
ti mundson të pendohen edhe të ndihmojnë besimtarët në ruajtjen e shenjtërisë së Ramazanit, se fundit imi na tash shumë frikë të aze, kemi rastin e vërshimeve në Bosnjë, Kroaci dhe në Serbi. Po edhe në Shkup, domethënë erdhi një natë, nuk ke vërshimir, po erdhi shi i madh. Ama në Bosnjë dhe Serbi e kemi shumë qartë se çka boni Allahu Dhu Xhelal për një natë. Dhe si u shembën katunde që është dash 30 vjet me bo shpijen, për 5-6 minuta shpija ran tokë pa e prej kurkush. Këtë qiment, këtë armatur, ama u dridh toka, lëvizi toka, u bo si uj me konë dheu, si lumë. Edhe kush e ka përcjell, dhe më thonë, internet e ka po. Do ka mund si Allah me që gazep, e pastaj kemi u penduti, kemi u ditu Zotit me lutje. Mirë po pikpytja e lutje, a ka me u pranu dhe a ka me pas efekte dhe a ka me pas dobi. Të janë 3 për shembull verzione që munden me u bo, për me e ngrit vetdijen tek ata me pas frikë Zotin, me rujt shenjtërinë e Ramazanit, edhe normalisht me qenë ma lehtë edhe ma e gëzueshme për besimtar kalimi i këtij muaji të bekuar të Ramazanit. A ka pyetje tjetër kush? Mund edhe ju atje që keni pas se ta dëshmoj. Po ço, i këshill për sfarsin e namazit. Do të thonë i këshill për atë sfarsin e namazit. Besimtari kur do thot shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, obligimi i parë me të cilin e vërteton këtë fjalë është namazi. Pse kjo? Shumë e thjeshtë. Në të gjithë mundemi me thonë, përdesë e mi në qarshi, unë me thonë, unë jam zanatliu ma i mirë në qarshi. A mundet me mnal, dikosh me thonë këtë fjalë, sa në mnal. Unë jam zanatliu ma i mirë. Jam artari ma i mirë, jam filigranisti ma i mirë, jam këpustari ma i mirë, jam çantaxhia ma i mirë, jam robaqepsi ma i mirë, jam marangozi ma i mirë, duktari ma i mirë, jam lafe, sa dinarë askush. Mirë po, me çka unë e bindi opinionin se jam ai zanatiu ma i mirë? Me punën. Faktet e fjalëve të mia, dëshmia e fjalëve të mia janë prodhimet e mia. Edhe i thamë, po, shikoni, këtë e këmbone. A është e bukur, o, për mrekulli. Këtë e këmbone. E tash, me këto vepra, unë e dëshmova se fjala e me s'qen ka kotë, për është e vërtet. Mirë, ti kur i thu vetës musliman dhe thu shahadetin, cilit janë provat, faktet, argumentet që dëshmojnë se ti je tamam musliman dhe shahadeti jërë është i plot? Namazi. Adhurimi, jo rasisht, kur janë rëndit adhurimet, mas shahadetit ka ardhë me njërë namazi. Për rëndësin, peshen dhe vlerën që ka. Dhe të gjithë neve që themi vetës musliman, elhamdulillah, me plot goj, dhe jemi të knaqë si jemi musliman, dhe elhamdulillah këtë në Shkup spaku të gjithë musliman janë gëzum që janë musliman dhe ndihmë vetën krenar për këtë punë, e atëherë duhet të bëjnë hapin e dytë. Duhet kujdesen për 5 kohët e namazit, jo veç për gjumon. Se në kemi elhamdulillah shumë djemë të mirë, janë të sjellë shumë me edukat, krenar që janë musliman, janë gatshëm edhe me dhonë shpirtin për islam. A më kërvire punët e namazi, qalon, veç gjumon e farë. Edhe me namaz të këtu gjatë javës. A mjafton, këtë nuk mjafton. Jo rasisht, Allahu Dhu Xhelal i ka caktu 5 kohët e namazit gjatë ditës. Edhe çdo namaz i ka caktu kohë. S'mund është kur duhesh më u fal. Ai futboll, se tash po duhet shumë shpesh me përmend futbollin si këtë dynjaja e këshirin. Ai futboll nuk luhet ore pa orë, kohë pa kohë. Ka dihet më. Ka orar caktuar, pisat e din ti ku ka me lyt loja mas 7 muaj, mas 8 muaj. Gjësën është me orar. Edhe namazet Allahu Dhu Xhelal i ka caktuar me orar. Edhe duhet më respektu. Thëtë Allahu Kur'an, inna salate kanët alel mu'minine kitaben mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohët e caktuara. E s'ka logjik ti mu fal veç njerë njafte mu fal, pastaj njerë mujt ose mu fal kur dushti.
Kohrat nuk janë kot, janë me peshë, me rëndësi. Fillon sabaj, për shembull tash në ora 3:30, përfundon në ora 5. Hen dreka në ora 12:30 përfundon në 4, 4:30. Hini qinia në 4:30 përfundon në 8:20. Hen akshami 8:20 përfundon në 10. Hini acia në 10 përfundon mes natë ose në sabah. Edhe këtë kohë du të respektuam. Dhe argumente të ndryshme fetare për rëndësinë e namazit ka shumë. Është një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në mënyrë shumë të qartë edhe në mënyrë stilistike, figurative ka treguar vlerën që ka namazi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tunqadha al-islamu urwatan urwa. Do të vjen koha që do të kputet Islami edhe do të bijnë obligimet e Islamit nga jeta e njerëzve, sikurse ai vitali që është, sikurse të spit me kokrat e veta që është. Edhe të spit edhe rruzat për shembull janë e kanë një pen midis, edhe janë kokrat e rendituna. Nëse kputet peni, derdhen kokrat, bin tokë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu do të shembet Islami gur, kokër. Gjë që do të largohet një kokër për këtij penit, do të kapën njerëzit për atë që ka mbet. Kokra e parë që do të bjen nga ky pen, do të jetë qeverisja me fjalët e Zotit. Dhe kokra e fundit që do të largohet nga ky pen i Islamit është namazi. Atje që ku s'ka namaz, mos ka met pe kokrave të Islamit asnjë send. Edhe kjo është hadith shumë i qartë për me tregu vlerën e madhe që ka namazi në jetën e besimtarit. Ndërsa nuk mund të kuptohet jeta e besimtarit pa namaz. E dyta, për me tregu vlerën që ka namazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë na e dim se në javën e fundit ka qenë shumë i smur para se me vdek. Sa që alivanose i prej smundjes. Në atë moment të vështirë, veç mu ai i kishte të nëmru me kalon të momentet e fundit jetës, prej porosive të fundit që ja dha muslimanve ishte kjo fjalë: as-salatu as-salat. Kujdesuni për namazin, kujdesuni për namazin. Edhe njeri zakonisht në momentet ose ditë e fundit jetës je porosit më të mëdha. Nuk i përmendi obligimet tjera, e përmendi namazin, sepse namazi është adhurimi më i madh me të cilën njeriu e rregullon jetën e vet. Edhe shtin veten në rrugë të Zotit. 3. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ishte në dynjë. Tash në ahiret kur do të ringjallemi, për çka do të japim llogari mas pari? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Çështja e parë për të cilën ka me dhënë llogari njeriu ditën e gjykimit ka me qenë namazi. Çështja e parë. Ki me dhënë llogari për namazin. Pse? Për peshën dhe rëndësinë që ka. Nëse këtë test e kalon mirë, tira di kje në rregull. Mos i ki gale. Nëse këtë test se kalon, mos prit me kalu mirë më këtu tje. E nëse edhe kjo s'mjafton si këshillt për ti me koni vëmendshëm për namazin, atëre ç'a me bë me ty? Dhe për këtë shkak, ata që neglizhojnë namazin duke thonë se edhe pak jam i ri, shumë shpesh s'po mujnë me falë, na kemi argumentet ne tjerë që falim rregullisht. Në borë, në shi, në ftoft, në udhë, po edhe në luftë. Andaj ulemat të në për argumenteve më të mëdha se namazi nuk lihet kur është obligimi namazit në luftë. Nëse kur ti je të luftu edhe armiku të sulmon, ka të regu Allahu si të falesh e mos alosh namazin, pa mendon paqë. Nëse kur je i sëmur, duhet të falesh, pra mendon kur ti je i shëndosh. Nëse në rrugë duhet të falesh, atëre, çka mbetet ti mos mu fal kur je në shpitane. Dhe nuk ka zgjidhje dhe nuk ka rrugdalje namazin. Pra shka të gjithë na duhet të rim me ata që falen, derisa të forcojmë vetë në namaz. E pastaj kur të forcojmë vetë,
Atër planifikimin e ditës e bëjmë, kur takohemi, valla e falim drekën Murat Pash dhe takohemi. E falim i qindinja ja Pash dhe takohemi. E falim akshamin Feta Efendi dhe takohemi. E falim sabon, e këtu pak ma ka dhalë. Ade, pe ka përsejmë sabon të shpia për e falim. Ama kështu e bëm besimtari takimet e veta. E falim namazin filan xhamia dhe takohemi. Se triton të thënë që apo dalim ku? Te filan kafiqi. Edhe do njerëzi qash shpesh dalin në do kafiqe që dihet, domethënë. Ai është si ai maskota ati kafiqit. Kurse besimtari e lidh mendjen, zemrën, po edhe trupin e tij me xhami. Edhe me këtë çka fiton atë që ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë 7 lloj njerëzish i shtin Allahu në hijen e tij, a gjithë që s'ka hije tjetër veç hijes së Allahut, prej tyre është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Njeriu që zemra e tij është e lidhur për xhami. Dhe alhamdulillah këtu në Shkup po flas, alhamdulillah kemi mjaft xhamia, nuk them që janë boll në kuptimin se ka Allah nevojë për lagj, ka lagje që s'kan xhamia, por sidomos të lagjet e vjetra kanë atë xhamia që secili me papuçi që themi na mundet të shkon në xhami. Edhe tash me thirë e zoni, e ti me lejnë qajtore për balë xhamis, e të të me zini e janë namaz, e janë shpëtim, e ti me vazhdu me pi qaj, e me lujt shah, e me lujt tavël, e me lujt, e me s'beshku në xhami, vallaj kjo. Si do të sabër i madh, sabërli i madh e njëri që e ka xhamin për para, nuk shkon me e falë namazin në xhami. Vazhdu e ti lojnë apet mas. Falu, edhe secili për neve që e falë namazin me rregull, e ndin shpirt në zemër në trup se tamam një gale, një vështërsi, një bar e shkarkon. A kjo është argumentu pasi edhe shkencëtarisht se njeriu gjatë jetës krijon një fushë elektromagnetike dhe krijon një ngarkesë elektromagnetike. Dhe nuk ka mënyrë se si me e largu përveç se kur ta vëmë ballin sejdë, se toka është tërheqësi më i madh i këtyre energjive negative që i mlidhen për rreth, edhe e fiton atë fuqile dhe që ajo është adhurim që Allahu Dhul Jalal e shpërblen atë besimtar edhe me të mirat e tija në dunjë dhe normalisht me të mirat e tij në ahiret. Jo, kujna në familje ki drejt me folë për tonë, edhe kujna nuk ki drejt. Është një mesele që zakonisht krijon probleme dhe huti në komunikimin në familje brenda familjes. Dhe unë mendoj se më shumë ki problem shfaqet nga mënyra se si artikulohet ose nga vetë artikulimi. Te na këtu në Shkup ka qenë e ditur domethënë se me familjen e largët selami dhe përshëndetja grave ka qenë domethënë për e larg. Mirë po me modernizim, me rënjë ndikim të komunizmit dhe të kulturave të huaja, le që i folin për dole për edhe për qafar në zërit. Gjithashtu ka qenë për kulturës sonë tradicionale që ode burrave. Burrat rinë me burrat, gratë rinë vetë. Mirë po edhe kjo me ndikimin e kulturave të huaja, është bos ka oda burrash më. Ka oda grash. Burrat s'kan oda më në për shtëpia. Na rinë për kafe dhe në qajtores, rinë për shtëpia. E tash të na këtu kemi përparu, tash kemi na bë kafe edhe për gra. Se kanë me do gra pa dalë për shtëpia, do një qitë ato për shtëpia, tu bë kafe për gra. Janë projekte, eksperimente që i bëjnë ata, kanë studime të caktume, kanë interese të caktume, nuk vinë të rastësisht as spontanisht, gjështën është e studiu me mirë për me arrit deri tek qëllimet e veta që i kanë ata. Dhe për këtë shkak nuk është me rëndësi se me kuptuar me siç më se si me artikulu këtë çështje. Dhe se si i ri në shtëpinë e vet fillimisht duhet me fol për çështjet më me rëndësi, siç është namazi. Haramet e mëdha. Kur i kalon këto, atëre vetë ata që e kuptojnë fen, ajetin, hadithin, haramin, halalin, ata vetë pasaj nalen edhe e kryojnë këtë komunikim të shëndosh fetarisht dhe nuk ki nevojt pasaj ti me bo zhurm. Ama nëse fillon për kësaj mesele, bo dë zhurm, a nuk bohet përparim, nuk bohet sukses, nuk bohet realizim të asaj kërkese. Kështu që si mesele nuk është më rëndësi se kujt mund është me folë, sa është më rëndësi fillojnë prej namazit, prej besimit, prej halalit, haramit, farzeve, harameve, pastaj vetë ju familja ka me kuptu inshallah taala
kujt mundesh e kujt s'mundesh me i fol. Mirë, nëse s'ka pyetje na mund ta përfundojmë domethënë, se edhe mos t'i ngarkojmë njerëzit më shumë. Ma vërtet. Xhallah shpëleft. Selam aleikum. Javën e ardhshme do të kemi atë turnirin në streetball, ashtu që ekipet që janë paraqitur për nesër inshallah do të marrin edhe informacionet si do të jetë shorti i tyre. Selam aleikum, shihemi do të javën tjetër. Do të thonë me shtu, është gjithashtu, domthonë sot në javë është një projekt shumë i ide e mirë e qëllume, gara në basketbol të lirë që, domthonë me një kosh. Edhe alhamdulillah në nru, domthonë ekipat është mush numri, është ide e mirë, ata që kanë një lajmëruar si ekipa domthonë do të marrin pjesë si garus, po edhe me qenë domthonë pjesëmarrës i përkrahasve, i tifozëve, është gjithashtu gjë e mirë. Allah i shpëlbeft vllazin nga iniciativa vepro për këtë ide. Inshallah vazhdon në botë tradicionale. Lutim Allahun dhe xhelal gjithëve që janë të pranishëm, Allahu t'jep bereqet edhe t'u jep mira për kohën që kanë dalë të jenë bashkë me ne në këto tubime të hajrit me xhise dhe kuvende ku ngritet fjala Allahu dhe xhelal dhe zërgohet salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se edhe kjo është një ide kreative që fjala Allahu të jetë publike, ndëgjohet për të gjithëve, atyre që rinë, atyre që ecin, atyre që ndalen, atyre që pajtohen dhe atyre që s'pajtohen, sfakut ndëgjojnë fjalët e Zotit, ndoshta depërton në zemrën e dikujt edhe pastaj shkakton reforma dhe ndryshime. Lutim Allahun t'i bën të bereqeshme këtë tubime dhe inshallah taala si na ka bashkuar në këtë vend, Allahu na bashkon në xhenet inshallah taala. Zoti shpëlbej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Djali është në Koperdisha i cik në bëjmë shqit. Masha. Drejtën e autorit. Drejtën e autorit. Po bëna në dhe ku postu ka s'po fëzër për Facebook. Tjetër kusha. Si fejta, sa njësa të fejta. Si shuqi për po gjumë, se si që kërë shqecin të fare Kujtë shkuve? Omer, shtelë i kejtë. No, ta më pëshë një sërë të dole. Shire dhe të. Facebook like e kje. Ske varë. Të kështë i gjohë më, pa e pasnu. Kushëm pa e kushëm one. Ama kushëm ka më gjithë. Vulkan Dardishtë. Ja, jepë. Kumë në kumë pona për qëzë. Sa gjithë, bëja kurte, bekim në sëritë, në rikalistë, rishton kostumi. Kërdi sërgjë rëgjeti, që va ofë. Shëtë në shumë.